E pas bllokut të showbizit ndërkombëtar, është koha që të kemi bisedën e parë në studio me të ftuar trajnerin e njohur Malsor Kastrati, me të cilin do të flasim për ushtrimet gjatë sezonit të dimrit, trupi apo krijimi i një trupi perfekt, bërja një trupi perfekt, a është bërë trend apo është nevojë. Do të flasim shumë rreth kësaj çështje dhe rreth kësaj teme, por edhe shumë çka tjetër bashkë me Malsorin. Malsorin, mirëmëngjese. Mirëmëngjes. Faleminderit që je sot këtu me ne. Faleminderit gjithashtu. Je kështu nëse s'gaboj person i hershëm sepse fillon shumë herë ditën me fitness dhe me xhem, po? Po, unë filloj ditën shumë herët në ora 5 në mëngjes. Tash ka disa vite që e praktikoj dhe në njëjtën kohë kam rutinat edhe kohën ku zgjohem edhe vazhdoj ditën time. Mendoj që është një mënyrë shumë e mirë e jetesës edhe ja u kisha preferu edhe krejt njerëzve që kanë mundësi me u zgju shumë herët edhe me fillu ditën e tyre herët edhe me protokollet dhe me kohën e hershme sepse fillon edhe një ditë shumë e mirë edhe besoj që suksesi nuk mungon, domethënë benefitet janë të shumë feshta dhe kështu me radhë. Ka qenë e vështirë për ty me arrit këtë rutinë, sepse me u zgju në 5 mëngjes, me nis ditën ndoshta me ushtrime, me fitness, me gjëra të tilla, është kogja sfiduese me dëgju ndoshta pa e provu. Po, patjetër, nuk është e lehtë, sigurisht që edhe unë edhe gjithë njerëz kanë nevojë që të flajnë pak më shumë dhe të kanë, si me thonë, kohën më të gjatë të gjumit, mirë po në fillim, sigurisht me pak mund edhe pastaj fillon dhe bëhet rutinë, edhe bëhet gjithçka natyrale dhe trupi funksionon pas një kohë shumë të shkurtër, domethënë vetëm disa ditë duhen, ndoshta një javë që të zgjohesh në mëngjes, edhe pastaj trupi vetvetiu funksionon në mënyrë të tillë. Pra ishte relativisht e vështirë, më thonë, kështu me radhë. Është ma shëndetshme zgjimi më i hershëm në mëngjes, palestra në orë të para të mëngjesit, sepse nëse s'gaboj preferohet shumë më shumë që ndoshta fitnessi të bëhet qysh në orë të para të mëngjesit, pa ngrënë dhe pa pi asgjë. Si mas përvojës time si trajner me njerëz që disa vite, ka disa lloj të njerëzve të cilët ushtrimet i preferojnë në kohën e pasditës, sepse puna e tyre, angazhimet edhe gjithçka tjetër është e ndërtuar në mënyrë të tillë që pasditja ju konvenon më shumë. Edhe ekziston një kategori tjetër e njerëzve që mëngjesi për ta është e vetmja kohë ku ata munden me thjesht me ushtru edhe me u marrë me veten. Domethënë ushtrimet i kanë benefitet e tyre si në mëngjes si pasdite, mirë po sigurisht që zgjimi në mëngjes pastaj edhe një farë forme të shtynë që të flesh edhe herët, të gjumi rregullohet, domethënë gjithçka bioritmi funksionon shumë më mirë kur zgjohesh në mëngjes. Kështu me radhë. Po që ti si trajner në aspektin profesional i preferon, sepse për ty e dim që ushtron shumë herët në mëngjes, po për klientët e to, preferon ushtrimet që t'jenë në orë të para të mëngjesit apo gjatë pasditës? Unë ndoshta janë 3 lloj të klientëve, ekzistojnë 3 lloj të klientëve. Unë punoj me njerëz që po them është vetëm kohë ku munden me shfrytzu për ushtrime sepse janë shumë të nxanën gjatë ditës dhe ata vinë në orë të hershme në ora 6 i përfundojnë seancat e tyre dhe vazhdojnë ditën. Janë një kategori tjetër e njerëzve që ushtrojnë pas dite, sepse para ditën e kanë shumë të vështirë, por kam edhe disa njerëz të cilët i shfrytëzojnë të dy kohët, sepse në mëngjes preferohet në barkë të zbrast, preferohet që të bëhen ushtrimet kardiovaskulare ku mundet me qenë ecje e lehtë, mundet me qenë vozitja e bicikletës ose traka, diçka jo shumë e gjatë në kohë, 20 deri 25 minuta, dhe pastaj ushqehesh gjatë ditës, ndoshta 2 herë ose 3 herë dhe në mbrëmje mundesh me shku në palestër. Në seancën e parë mundesh me bu ose në shtëpi ose diku në lagje ose diku kudo, edhe e dyta mundet me qenë në fitness ku me punu me peshta. Kjo do t'ishte ideale, do më thonë që kjo është mënyra ma e shpejt që një njeri do më thonë me pru në formën ma të mirë. Mirë po, edhe versionet e para, cilat do ose në mëngjes ose mbrëmje janë shumë të mirë së ardhura dhe
pse jo, cila do që bëhet është shumë e mirë. Pra një faktor shumë i rëndësishëm ndoshta për ushtrimet dhe për një trup perfekt, me qenë se e përmende edhe ti, është edhe pjesa e ushqimit. Mundesh me na fol pak për këtë pjesë? Patjetër. Çfarë duhet me hongër njerëzit që ndoshta dojnë me pas një trup perfekt? Ka shumë debate në mes të, edhe unë e kom pa dhe e kom dëgjuar në shumë raste që ushqimi është pjesa më e rëndësishme e ndërtimit të një trupi, ushtrimet janë pjesa më e rëndësishme e një trupi, mirë po unë mendoj që ushtrimet janë pjesa më e rëndësishme, sepse ti nëse vetëm han dhe nuk ushtron, atëherë nuk mundesh me mri rezultate. Domethënë pa ushtrime, ushqimi një farë forme nuk që nuk ka kuptim, sepse një dietë e balancuar sigurisht që e mban trupin në linja, mirë po nëse do me ndërtu një trup pak më tutje, atëherë sigurisht që ushtrimet janë shumë më të rëndësishme, po edhe pjesa e ushqimit është shumë e rëndësishme. Ushqimi nuk është e komplikume qysh komplikohet në rrjetet sociale, prej nutricionistëve të ndryshëm, thjesht vetëm duhet që sasinë e ushqimit ta ulim, t'jemi të kujdesshëm ndaj 2-3 elementeve të ndryshme, për shembull numrin e sheqerit, edhe ndoshta brumnave të ndryshëm të cilët përmbajnë gluten edhe substanca të dëmshme për organizmin, edhe thjesht ulja e sasisë ushqimit është një metodë shumë e lehtë edhe praktikueshme prej secilit prej neve. Përndryshe, pastaj nëse him me analizu për me mri rezultate sportive, pastaj aty ka dieta e protokole pafund të cilat munden njerëzit me i përdor. Shtrohet pyetja, cila është dieta më e mirë? Është shumë pyetje interesante, të cilën njerëz edhe sigurisht e shtrojnë edhe nuk munden gjatë karrierës tyne me gjetë, dikush mendon që është keto dieta, dikush mendon tash po ka edhe dieta të ndryshme nëpër interneta. Unë mendoj që dieta më e mirë për një njeri është ajo dietë të cilën mundesh me mbajt për një kohë të gjatë. Domethënë 1 vjet ose 2 vjet. Çatë dietë që mundesh me mbajt për një kohë të gjatë, 1 vjet ose 2 vjet, unë mendoj që ajo është dieta më e mirë për personin në fjalë. Nëse një dietë është shumë e mirë edhe përshtatshme mirë, por nuk e ka kohëzgjatjen e duhur, domethënë nuk është dieta e duhur. Në këtë formë unë krijoj mënyra të ushqyeshmërisë së njerëzve, nëse mundemi me quajtur ndoshta, për secilin person varësisht prej stilit të jetës që e ka, edhe pastaj ai mundet ato me përcjell, edhe në këtë mënyrë ka rezultate më të suksesshme, sepse nëse një njeri shumë të thjeshtë e fut në një sistem të ushqyerit shumë të komplikum, unë jam shumë i sigurt që nuk mundet me përcjell, edhe kështu që kur thua që nutricionistët po e komplikojnë pjesën e ushqimit edhe pjesën e dietave, çka konkretisht po aludon me këtë pjesë? Unë po mendoj që edhe tash si mas kanë vështrimet tim me kohën që e kom kalu të ja përkushtu trupit edhe mënyrës së ushqyerit, unë po mendoj që është shumë më e thjeshtë se sa që thuhet, sepse njerëzit jo të gjithë kanë aftësinë dhe kapacitetin me i kuptu gramt, sasit edhe gjitha llojet e ushqimeve e tjera. Unë nuk po them që nuk po e nënçmoj askënd, sepse ka edhe tani me rrjetet sociale po ka edhe informata të ndryshme ku mundesh me u informu rreth të gjitha llojeve të ushqimeve, po mendoj që hapi i parë për një trup të shëndetshëm është ulja e sasisë së ushqimit. Në këtë rast po e shfrytëzoj edhe rastin me uru të gjithë besimtarëve musliman festën e Ramazanit. Edhe në njëjtën kohë po mendoj që është rast shumë i mirë për me kuptu që një trup i shëndetshëm don disiplinë, don kohë të caktuar dhe sasi dhe mënyrë të caktuar të ushqyerit. Domethënë tani në muajin e shej që jemi, është shembull shumë i mirë se si duhet të hamim në kohën e njëjtë, në sasinë e njëjtë, edhe të gjithë e kuptojnë se në fund
në fund të kësaj periudhe a kanë shtim peshe apo zvoglim. Pikërisht këtu deshta me undalë, sepse shumica e njerëzve të cilët ndoshta në rastis me i pa edhe ndoshta edhe me i dëgju me disa ankesat të tyre në rrjetet sociale, po edhe në vazhdimsi, thonë që unë pa gjëraj, po shtoj pesh, 3 kg, 4 kg. Pse ndodh kjo? Sigurisht, patjetër që po. Tani duhet unë e kisha nda në dy pika këtë pjesë, sepse shtimi i peshës varet nga sasia e ushqimit, jo nga lloji i ushqimit. Domethënë, nëse ne gjatë ditës e konsumojmë një çokoladë, edhe nuk hajmë asgjë tjetër, sigurisht që kemi me u dëpsu, sepse sasia e kalorive është e vogël. Nëse gjatë ditës ne konsumojmë 3-4 pjata ushqim të shëndetshëm, për shembull, çka do të quhet ushqim i shëndetshëm, perimet, mishnat e tjera, mirë po konsumojmë sasi më të madhe, atëherë sigurisht që kemi me shtu peshë. Domethënë, shtimi i peshës varet me sasinë e ushqimit. Domethënë, patjetër që edhe me llojen, mirë po sasia është shumë e rëndësishme. Nëse në Ramazan ose në cilin do muaj tjetër të vitit hajmë sasi më të madhe gjatë ditës, ne shtojmë peshë. Sasi më të vogël heqim peshë. Kjo është primare. Pastaj, shëndetshëm e jo shëndetshëm është për shëndetin tonë. Domethënë, janë dy kanë vështrime që duhet shumë me pas kujdes. Pastaj, skenario më i mirë është shëndetshëm me ushtrime. Shëndetshëm me ushtrime, pastaj është skenario më i mirë i mundshëm. Pra, pastaj njerëzit të cilët po shtojnë peshë edhe gjatë agjerimit është për shkak të sasisë së madhe të konsumit të ushqimit, a? Pastaj ka edhe faktorë të tjerë shumë të rëndësishëm, të cilët janë brenda këtij procesi, mirë, po fillimisht është kjo. Pastaj fillimi ose edhe mbarimi i fazës së ushqyerit, pavarësisht prej kohës kur atë aplikojmë, është shumë e rëndësishme çka përfundohet dhe çka fillohet. Domethënë është shumë e rëndësishme që të favorizohen ushqimet të cilat nuk kanë sheqerna, janë shumë më të dobishme për organizmin edhe e mbajnë një balancë të trupit. Mirë po, në fund të fundit, po them, është shumë e rëndësishme sasia. Sasia është çelësi i suksesit për një trup të cilin do të me hu peshë ose me shtu. Çka nuk do të me hungër njerëzit të cilët dojnë një trup perfekt edhe dojnë me pas ndoshta edhe trupin e shëndetshëm, po edhe linjat e trupit jenë ndoshta ashtu siç ata i duan. Po sigurisht unë po them sigurisht sheqeri është armiku numër 1 i trupit të njerëzit në përgjithësi, jo vetëm për aspektin fizik në kuptimin e formës, mirë po edhe në aspektin e shëndetit të trupit, sepse krijon në organizëm shumë inflamacione të ndryshme edhe procese të cilat pastaj pengojnë dobësimin. Domethënë jo vetëm që jep numër të sasi të madhe të kalorive në organizëm me mirë po njëjtën kohë edhe krijon inflamacione të cilat pengojnë dobësimin. Domethënë kisha thonë sheqeri numër 1 është. Kur them sheqerin, nuk kuptoj gjithçka që ka sheqer. Tani mund të konsumohen sheqer të prej frutave, sheqer natyral, po them, sheqer i cili nuk është industrial, nuk është i procesuar. Kur po flas për sheqerin, unë mendoj sheqeri i cili është i futur në ushqime edhe në forma të ndryshme në mënyrë artificiale. Mund të themi sheqeri artificial. Nëse sheqeri natyral, sigurisht që është i nevojshëm për organizmin, bile i domosdoshëm. Edhe në numër 2 gjërat e procesuara, këto dy armiq nëse eliminohen, atëherë mundësia është shumë e madhe që me pak mund vim me një formë solide të një trupi të shëndetshëm. Po sa i përket gjellave, sepse aludohet shumë në rrjetet sociale që ndoshta edhe për shkak të yndyrërave të tepërta që përmbajnë gjellat nuk janë të preferueshme për të konsumuar për dikë që do një trup perfekt, ndoshta edhe të ketë një trup të shëndetshëm. Patjetër që po, nëse tani kështu, nëse fillimisht nëse kur e marrim një trup edhe analizojmë edhe dojmë që prej një forme jo shumë mirë ta bëjmë në një formë të mirë, mas pari analizohet cila ka qenë mënyra e jetesës së tij, edhe nëse atëherë analizojmë atë, atëherë kuptojmë që në një person në mbi peshë sigurisht me vite me radhë ka abuzuar me ushqimet edhe me gjërat e ndryshme.
po them nëse konkretisht do me tu përgjigj në pyetjen, atëherë po them vetëm ato dy të parat janë shumë të rëndësishme me u hek prej dietës ose të paktën me u mimizu. Gjellat sigurisht që janë shumë të shëndetshme, ushqimet e zira në përgjithësi ndoshta janë në kategorinë e parë të ushqimeve të shëndetshme edhe sa më shumë dietë me ushqim të zirë është tepër e rëndësishme për organizmin. Okej. Krijimi i trupit perfekt, a është bot trend, a është nevojë sipas teje, Malsor, sepse po shohim apo ndoshta nga nevoja për një trup perfekt është bërë trend. Unë mendoj që krijimi i trupit në vitet e kaluara, po them në dekadat e kaluara mund të themi, unë mendoj që ka filluar si trend. Domethënë në vitet e 70-ta, 80-ta, edhe pse po them ne në Kosovë shumë pak kemi pas, pak e hiq, mirë po në vendet jashtë Kosovës sigurisht ka filluar si trend, sepse analizat e ndryshme, analizat mjekësore, studimet e ndryshme nuk kanë qenë as të mëdha që me kuptu benefitet cilat janë benefitet e trupit. Mirë po, në vitet e fundit, unë mendoj që ka marrë shumë fokus të madh edhe është bë shumë e rëndësishme për shëndetin sepse janë kuptu benefitet të cilat miren prej kujdesit ndaj trupit dhe aktivitetit fizik. Do me thotë çdo ditë e më shumë në rrjetet sociale ka direkt mundesh me pas studime të ndryshme prej institucioneve, prej vendeve të ndryshme shumë të rëndësishme që benefitet janë të panumërta edhe nëse kish ekzistu një suplement me blen banatore i cili ka me 10 benefite si uljen e shtypjes, uljen e nivelit të sheqerit në gjak, heqjen e yndyrave të këqija, me radhë benefite me radhë, atëherë sigurisht të gjithë kishin shku me ble qatë hap. E ai hap është ushtrimet fizike. Domethënë është thjesht është pa pare, është e lirë, mundesh me bë kudo, mundesh me bë kurdo, edhe benefitet janë shumë të mëdha se sa çdo medikament të cilin mund ta gjejmë në farmaci ose diku tjetër. Kështu që për me përmbledh po them që ka qenë trend, bë nevojë edhe shumë njerëz e kanë gjetë veten në shërimin e tyre, heqjen e medikamenteve të panevojshme vetëm me pak shtimit të aktivitetit fizik. Kjo nevoja është shumë e theksuar ditëve të sotme kur po flasim, apo vazhdon ndoshta të ketë njerëz të cilët ende nuk e kanë kuptuar që është nevojë? Unë po mendoj që Kosovë njerëzit kanë filluar me u vedisu në masë të madhe që është lajm shumë i mirë. Sidomos gjeneratat e reja, domethënë kanë informata shumë të mira, sigurisht ju duhet përvoja edhe ju duhet koha që ta kalojnë mirë, po e kanë kuptu sepse e kanë pa sigurisht prej gjeneratave pak ma djetra edhe që mund e përmarë konkretisht e vetja të generatat ma të reja unë mundu me transmitu gjithmonë ato që akom ditë edhe që akom mujtë edhe pe vrej që trendi është shumë në rritje edhe është shumë mirë që është në rritje. Ka vështërsi sepse vetë që me thonë shkollimi edhe gjitha tjera ka plot faktor tjetër cilë kanë diku që po them gjeneratat ma djetra mos me kuptu rëndësinë saktësisht të kësaj pune, mirë po mendoj që është trend shumë i mirë në zhvillim dhe shpresoj që tjetë edhe ma mirë. Po kjo fenomeni për me e bo një trup të bukur gjatë cinës së dimrit për verës, pse është kriju, sa që ndrën edhe sa është efektiv ndoshta. A mundet një trup që ndoshta nuk është ushtru asnjëherë ose i ka pauzu ushtrimet për vite me radhë, që gjatë stinës së dimrit të filloj me ushtrime dhe të ketë një trup të konsoliduar të mirë për stinën e verës? Motivimet let janë çfarë do. Unë përkrahi çdo lloj të motivimit të cilët të njerëzit e kanë në kokën e tyre ose thjesht e marrin si motivim për me fillu një aktivitet fizik. Let jetë cili do, trupi i dimnit për verë ose trupi i mirë verës ose trupi cili do let jetë motivimi. Është shumë e rëndësishme që trupi sikur aktiviteti fizik që është
1 orë në palestër, mirë po mbeten edhe 23 orë tjera ku ne duhemi me u kujdes për trupin. Njëjtë është edhe me muajt e vitit. Janë 2-3 muaj ose 3-4 muaj të vitit, të cilët kujdesemi për trupin, duhet edhe 8 muaj tjera që kanë qenë, domethënë se cili muaj, se cila ditë, se cili minutë është e rëndësishme për trupin tonë, sepse është joni dhe e kemi për ta njëtën edhe kemi vetëm një. Po sa mund të arrihet ky rezultat sipas teje në mënyrë profesionale? Patjetër mund të arrihet, varet prej formës, ka sfida të ndryshme, sepse njerëzit kanë edhe probleme të ndryshme trupore, kanë edhe tani më kanë probleme që mos tim edhe në pjesën, mos përzihemi në pjesën e mjekësisë, kanë probleme hormonale, kanë probleme të ndryshme të cilat krijojnë sfida për krijimin e trupit, mirë po patjetër që nëse mundohesh edhe nëse i zbaton të gjitha rregullat për një 3-4 muaj veç fillon me i pa rezultatet. Ne si trajner unë që shësha, sepse se cili e ka mënyrën e vetë punës edhe e zbaton, unë që shësha një njeri i cili relativisht ka pas aktivitet fizik gjatë jetës, ose ndoshta edhe s'ka pas asnjëherë, i ka 3 faza, domethënë është faza fillestare, është faza e mesme edhe faza finale. Faza fillestare edhe faza e mesme janë fazat ku ne si trajner duhet japim kontributin ton që me shty një person drejt pikës ku po don me shku, dhe në fazën e tretë sigurisht që ai mrin me një status ku veç është i vetëdijshëm edhe thjesht bëhet pjesë e jetës tij dhe pastaj vazhdon vetë. Domethënë faza e parë dhe e dyta janë fazat ku trajner duhet ta japin kontributin e tyre në mënyrë që një person ta çojnë prej një forme jo të mirë në formë më të mirë. E çka duhet të kemi parasysh njerëzit në fazën fillestare dhe në fazën e mesme, siç po thuate, cilat janë ndoshta ushtrimet, cilat duhet të kenë pak më shumë vëmendje, për ditë të kenë më shumë parasysh. Po sigur, faza fillestare është faza ku një person prej pasivitetit plot, le të themi, prej pasivitetit plot fillon dhe e fut trupin e vet me një fazë ose me një sistem ndryshe të jetuarit, që është faza më e rëndësishme, unë mendoj. Është faza më e rëndësishme sepse trupi thjesht po fillon edhe përgjigjet rezistencës, përgjigjet veprimeve, domethënë ja përgjigjen ndaj gjitha atyre punëve të cilët ti e obligon, sepse ti e obligon thjesht trupin me bë disa veprime të cilat nuk i ka bë. Kjo mendoj që është faza më e rëndësishme, duhet të jetë kujdesi më i madh, sepse trupit i duhet ndoshta 1 muaj derisa të procesohet, derisa të përpunohen pak nyjet, ligamentet dhe gjithçka tjetër në organizëm. Pastaj është faza e dytë ku personi mundësia shumë e madhe është që mendon që e ka mri një pikë të caktuar edhe tërhiqet prej procesit, edhe fazën e dytë duhet disi me shty, dhe në momentin që mbri në fazën e tretë, diku rreth 1 vit duhet me qenë i gjithë ky proces, domethënë ndoshta 3 muaj ose 4 me 8, edhe në momentin që e mbrin 1 vit, ne si trajner tani më veç e dim që ai person e ka mri një pikë të caktuar, e mundet me vazhdu karrierën vet, edhe mundet thjesht me shtu kujdesin ndaj vetës edhe vetë nëse është, edhe nëse shkon diku tjetër me jetu ose çka do të bën në jetën e vetë tjetër. Kjo do të ishte pika e shkurtër. Cila është periudha kohore ndoshta për krejt njerëzit në aspektin profesional që fitnessi dhe ushtrimet të kthehen në një rutinë? Sipas teje? Qysh po mendon faza kohore? Faza kohore, periudha kohore që duhet me kalu. Sa e thash, unë simas përvojës time, unë kam pa disa faza kritike. Domethënë diku në muajin e tretë, është një, tash po flas në përgjithësi, sepse rastet janë shumë relative, edhe ka raste ku dikush veç fillon edhe mua as nuk diskutohet ajo, edhe ka dikush që fillon mas një javë ndërprer, po flas në përgjithësi, diku në muajin e tretë është një krizë e vogël. Në muajin e 6 është një krizë e vogël sepse ndrohen sezonat. Fillon prej verës ose vjen dimni, vështirësohen koha, domethënë ka sfida të ndryshme dhe po them ndoshta 1 vjet do të ishte koha optimale ku një person kalon një verë, një pranverë,
një dimën, një vjesh, dhe më thonë gjitha stin të vitit i kalon me aktivitet fizik, i përjeton ato, edhe thjesht mundet me marë, që me thonë, një farfor me vullën që ai person veç është totalisht i pregaditun edhe nuk ka më dilema se ato ndërpres ose jo kujdesin ndaj vetës. Po për njerëzit që pritojnë edhe hezitojnë me shku në fitness, qysh m'ja bo? Unë mendoj që njerëz nuk ka nevojë për ushtrime. Unë mendoj që njerëz ka nevojë për motivim. Domethënë është shumë e rëndësishme. Qenia njerëzore funksionon në mënyrë të tillë që njerëz ka nevojë për motivim, jo për ushtrime, sepse ushtrimet janë sigurisht shumë të sofistikume dhe të komplikume nëse don me mri, po ajo mbetet përgjegjësia e trajnerit në këtë rast, por nëse e bën vet ose me ndonjë formë tjetër, atëherë po mendoj që gjendet zgjidhja, po mendoj që pjesa kryesore është pjesa e motivimit. Pjesa e rëndësisë të atij personi me qenë i rëndësishëm në komunitetin që aty ku ai shkon edhe operon edhe vepron. Edhe po mendoj që trajnerët këtu është pika ku duhet me investu mas shumë, domethënë me gjetë mënyrën qysh një person me bë të rëndësishëm për palestër, me motivu për palestër, edhe pastaj ushtrimet vetë në mënyrë automatike mësohen, buhen, trupi ka mekanikën e vetë të ndërtuar shumë mirë, vetëm duhet thjesht me i apliku edhe ato në mënyrë automatike buhen edhe kështu me radhë. Qështu? Po, kemi pa ndoshta shumë edhe në rrjetet sociale, sidomos në shtetet e jashtme, në shtetet perëndimore, po edhe në përbotë që shumica e njerëzve e bëjnë një farë mini fitnessi në shtëpitë e tyre dhe bëjnë ushtrime online edhe ushtrime ndoshta përmes live edhe përmes videove të ndryshme që bëhen nga trajnerë të ndryshëm. Pse nuk e kemi një gjë të tillë ende në Kosovë? Ke punu diçka, je dupo diçka në këtë pjesë? Shumë pyetje e mirë, edhe pyetje të cilën dula me u përgjigj me shumë qartësi. Jo të gjithë njerëz kanë mundësi me u qas palestrave. Për shkak të plot arsyeve ka, domethënë, në këtë mënyrë jo dhe të gjithë njerëz janë të motivuar dhe jo të gjithë njerëz kanë thjesht mundësi, sidomos komuniteti në këtë kategori hin komuniteti i grave të cilët kanë obligime, punojnë deri në orët e pasdites dhe pastaj sigurisht që obligimet e shtëpisë dhe gjitha tjerat nuk ja u mundsojnë me shku në palestër ose edhe ka arsye të ndryshme, domethënë arsyet janë të shumta. Për këtë arsye unë tani po ta jap edhe si informat, jam duke kriju një komunitet, ja kom lënë emrin komunitet, jo platformë, sepse është komunitet ku njerëz kanë me hyj aty, kanë me pas qasje, edhe ajo platformë ka me pas shërbime shumë interesante për këtë komunitet, këtë pjesë. Aty hin jo vetëm gratë, po them gratë, vajzat, po edhe çdo kush tjetër që ka interesim me fillu aktivitetin e tyre bazik. Aty do ta përfshijë një dietë, e cila është e personalizuar për secilin person, varësisht prej gjendjes fizike që e ka. Aty do ta përfshi edhe diskutimet ose pyetjet që i kanë lidhje me trupin, kërkesat e nevoja që i kanë. Ajo do të jetë live, do të mbahet live. Detajet a do të mbahet në 6:30 apo në 7 pasdite jam ende në diskutime. Kam marrëveshje me një kompani shumë të madhe dhe serioze dhe bashkë me te do të mundohemi ta realizojmë një projekt ku njerëzit do të kenë mundësi të ushtrojnë prej shtëpisë. Domethënë, vetëm futesh në aplikacion, e bën pagesën e cila do të jetë tepër solide dhe tepër e vogël. Muaji i parë do të jetë falas, edhe do të vazhdojmë, sigurisht aty do të ka ushtrime.
bazike të cilat njerëz kanë nevojë për to. Domethënë, unë mendoj që në Kosovë dhe gjithku në botë komuniteti i cili ka nevojë për ushtrime fizike janë komuniteti i cili asnjëherë nuk kanë pas aktivitet fizik dhe ka nevojë për ushtrime bazike. Pastaj pjesa e profesionistëve këta tjerë ka sigurisht më pak edhe profesionista edhe bodybuildera garuz kemi mjaftueshëm edhe kanë mjaftueshëm vende dhe palestra për më ushtru. Kjo pjesë unë mendoj që në Kosovë ka shumë nevojë për ndihmë, unë e shoh në atë formë, e ka edhe pjesën humane, ka nevojë për ndihmë dhe do t'ja mundsojmë me një platformë, do t'ja mundsojmë hyrjen dhe fillimin e aktivitetit fizik, kujdesin ndaj tyre, kujdesin ditor dhe gjithçka tjetër që është e nevojshme për ta. Une sigurisht tash sot ndoshta nuk muj edhe me japë edhe informata pak më shumë, do ta bëjmë edhe një emision tjetër sigurisht, edhe do vetëm sot të finalizoj disa gjëra, po besoj nuk ka kozgjatje më shumë se po them 3 javë deri në 1 muaj. Ose ta zgjedhim një datë të caktuar ku i informojmë edhe do të fillojmë. Mirë po, sigurisht që kisha pas qef me pas nderin në një mision tjetër, edhe me ardh, edhe me promovu, edhe sigurisht me plasu diçka e cila ka me qenë shumë e dobishme për njerëz. Patjetër që do të diskutojmë edhe për platformën më në detaje. Faleminderit shumë që ndave se informacion ekskluziv këtu në emisionin ton. Po të falenderoj shumë edhe për këshillat edhe për krejt ato domethënë profesionalizmin që tregove për krejt njerëzit që ndoshta na kanë shikuar deri në këto momente që në një farë forme pse mos me u motivu ndoshta për me shku në palestër. Shpresoj që sa do pak kemi mujt me zgju dikon interesin e tij për kujdesin ndaj trupit dhe faleminderit gjithashtu. Faleminderit, merci si gjithmonë. Gjithashtu.